Sot ju tregojmë se si i bën ndarjet metal detektori Minelab Voyager, një detektor i cili kushton vetëm 150.000 lekë të vjetra në Albania Metal Detectors, shoqërohet me kufje, lopatën për gërmim, gjithashtu dhe çantën për të mbajtur detektorin dhe për ta transportuar atë. Sot do kalojmë metalet me radhë dhe do bëjmë ndarjet e metaleve në detektor. Filloj me hekur. Kemi një numër të caktuar për hekurin, gjithashtu pulsohet tek ikona e hekurit në ekran dhe tingulli i veçantë. Kalojmë një monedhë argjendi. Kemi tjetër tingull, tjetër numër përcaktimi, gjithashtu dhe tjetër ikonë pulsohet në ekran në moment që kalojmë metalin. Kalojmë alumin. Përsëri, tjetër numër përcaktimi, tjetër ikonë që pulsohet në ekran dhe tjetër tingull. Po të kalojmë monedhë floriri. Kemi tingull të veçantë, tjetër numër, gjithashtu dhe tjetër ikonë që pulsohet në ekran. Për më shumë informacion dhe porosi, na kontaktoni në numrat të telefonit, gjithashtu na gjeni në Albania Metal Detectors. Faleminderit dhe mirëpresim.